Myftinia e Shkodër ka organizuar një aktivitet në kuadër të festave të nëntorit. Aktiviteti festiv u zhvillua në xhaminë Oblikës me pjesëmarrjen e nxënësve të kurseve fetare. Në fjalën e tij drejtuesi i arsimit teologu Arben Halluni theksoi rëndësinë e ndërthurjes së vlerave fetare me ato adhetare, duke edukuar fëmijët e të rinjt me dashurinë për Allahun, atdheun, historinë dhe trashëgiminë shpirtërore e kombëtare. Ky aktivitet ka për qëllim për të gërshëtuar vlerat fetare me ato adhetare, ku fëmijët tanë të edukohen me këtë frym, jo vetëm me dashurinë ndaj fesë, por edhe të atdheut, të historisë, të trashëgimisë sonë të lavdishme, qoftë shpirtërore dhe fetare. Performanca e fëmijëve, sidomos të poezive kombëtare, është një shenjë vlerësimi për të parët tanë, rilinësit tanë, të cilët kanë sakrifikuar për të sjellë këtë liri që ne e gëzojmë të gjithë së bashku. Në këtë rast, në emër të Myftinisë së Shkodrës, uroj që kjo ditë e bekuar të mizitrojmë me çdo familje shqiptare kudo në botë dhe të shprehim edhe një herë mirënjohje dhe falënderim për rilinësit tanë, të cilët sakrifikuan për të sjellë identitetin tonë, por edhe këtë pavarësi që ne e gëzojmë si të gjithë popujt e tjerë. Mesazhi është për të tërhequr vëmendjen ndaj njerëzve që mos të harrojnë dashurinë ndaj atdheut, ndaj kombit dhe të kenë në vëmendjet e tyre këtë dhunti që i ka dhënë Zoti, jo vetëm ndjenjën fetare, por edhe kombëtare. Edhe ky aktivitet vjen pikërisht në kuadër të kësaj ndërgjegjësimi që të ndërgjegjësojmë qytetarët për të arritur këtë ndjeshmëri, këtë ndjesi brez pas breze. Atmosfera festive, zëri i pastër i fëmijëve dhe emocionet e tyre e kthyen këtë aktivitet në një moment domethënës për komunitetin e zonës Oblikës. Në përfundim të programit u hap gjithashtu një ekspozitë materiale kombëtare, ndërsa pjesë interesante ishte edhe dhurimi i flamujve kombëtar nga nxënësit e qendrës për kalimtarët dhe automit të rastit, duke sjellë më shumë frymëfestash, bashkimi dhe paqe.